Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, ju dëgjoj me kënaqësi. Po, ju dëgjoj me kënaqësi. Të lutem 7 minuta e dëgjove atë zotërin. Të lutem, ju dëgjoj juve. Ju dëgjoj juve. Jo, të lutem, më lër dhe mua të flas. Do të lë 10 minuta. Të lutem, do të lë 10 minuta. Nuk ke, jo, të lutem, edhe me regjit e tjerë, nuk ke pse të mërzitesh, sepse unë mund të lija zotrin, thoshte në 2 minuta historinë e ti dhe nuk do të kuptoni mas një gjë. Unë këtu nuk jam kot. Unë bëj pyetje, me sa unë kuptoj, me sa unë di, për të kuptuar themin dhe për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Jo, okej, faleminderit zonjë. Nuk dua që një zonjë të mbyll telefonin. Jo, nuk ulim as një gjë nivelin. Të lutem, nuk ulim as një gjë nivelin. Nuk ulet niveli, jo, nuk do të mbyll telefonatën se një zonjë, edhe më vjen keq. Të kërkojnë, a është mendimi tiaj, është mendimi tiaj, të lutem. Jo, të lutem. Jo të idhësh bashkë me policinë e shtetit. Policia e shtetit është policia e shtetit është policia e shtetit. Policia e shtetit është policia e shtetit dhe duhet kemi respekt për çdo policë. Okej. Vjoni. Më dëgjua këpse, unë mund të marrë në telefon dhe 3 javë me zi u kapa që i mora ilaqet, i bleva ilaqet dykujt, po 3 javë, po zoti Nikol çuditërisht ju kap çdo mëngjes. Zoti Nikol ka një 3-4 ditë që nuk flet. Jo, mërë, po jo mërë 3-4 ditë, njërë në muaj, njërë në 2 muaj. Njërë në 2 muaj, jo të dëgjojmë Nikolon, jo në duha të dëgjoj reporteron, nuk duha të dëgjoj asnjë tjetër. Po nuk mund të dëgjoj çdo herë Nikolon. Të vjen një problem, të thotë, për shembull, pensionet duhet rritur, po duhet rritur. Të thotë që duhet bërë më shumë në Shqipëri, po duhet bërë më shumë në Shqipëri. Të thotë që duhet patjetër të rregullohen çdo gjë. Po duhet rregulluar. Po jo, vetëm gjithmonë, sharje, fyerje, në vëmbit veshët. Sharje, fyerje, të thot minimumin jetik. Ka të drejt minimumin jetik. Më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë mirë. Më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë mirë. Minimumin jetik. Po, ka të drejt të ngre minimumin jetik. Ka të drejt. Po, duhet thënë që arrugu, ka vajta në spital. Qarë të them? Në pediatri, shkëlqyer. Transformuar pediatria, po duhet ta them këtë. Duhet ta them që ka një ndryshim të madh. Jo të them unë të krahasoj policinë e shtetit me të Slobodanit, jo zotëri. Policia e shtetit është policia e shtetit. Edhe unë kisha fëmijë sëmur, absolutisht prita semaforin. Kur doli jeshilja që e kisha me barke me djella, 20 herë kishe vjellë. Dhe prita semaforin, sepse mund kisha bërë një aksident, mund kisha shtypur dikë tjetër. Rregullat janë rregullat, ligjet e shtetit janë ligjet e shtetit. Mua mund fëmija im, po duhet më dhëmbi dhe fëmija tjetrit. Ky është parimi bazë. Kur s'prek ti interesin tim, atëre unë ka një vit kuqe për çdo gjë. Okej. Faleminderit dhe ju kërkoj ndjes se unë grita tonin e zërit. Ju kërkoj ndjes e të më falin të gjithë që më kam dëgjuar me këtë ngritje të tonin zërit. Faleminderit, ju përshëndes. Jo, fillimisht edhe unë doja atë betejën së bashku për të thënë një farë mënyrë të vërtetën ta vijoja, por më pas ju respektova si zonjë mirë pritur në program. Por 2 fjalë në fund të kësaj telefonate, unë u tërhoqa për respekt dhe për çdo gjë tjetër, sepse nuk është edhe kjo një betejë personale kush flet më shumë apo jo. Unë jam moderimi dhe zonjë, ju nuk do e kishit kuptuar nëse unë e lija thjesht zotrina, po nëse lëon çdo kush që të filloj të flasi dhe të shprehet 2 minuta, 3 minuta, 1 minutë, çdo gjë nuk kuptojmë asnjë gjë. Mbi të gjitha kur e denoncoj diçka konkrete. Duke unë i bërë pyetje, e kuptuam që për çfarë bëi fjalë, aksident, kishte shkelur apo jo, rregulla qërëllimi rrugor, çfarë kishte ndodhur etj. Tani ajo që zotria i thot policia Miloševićit etj, është dhe një mendim i tij, nuk do t'i them thuaj kështu, thuaj ashtu. Për mua çdo institucion duhet respektuar, çdo punonjës shteti duhet respektuar. Por secili ka dhe mendimin e tij. Tani unë nuk do frenoj në asgjë. Duhen zbatuar rregullat e qërëllimit rrugor edhe në rast të emergjence, edhe duhen zbatuar ambulanca, i hapim rrugën gjithë kur ka ato sirena, dakord. Ndonjëherë në fakt merr fuqinë dhe automjeti personal i çdo kujt
në momentin që ka të smur brenda, edhe kjo jam dakord, por kjo është ideja e gjithës. Nuk e kuptoj që pse acaroni deri aq shumë.